Oriku ngjitet në kategorinë e parë në ndeshjen finale përballë Butrintit. Ekipi i Orikut ka fituar me shifra 3-0, duke arritur kështu objektivin e një sezoni të tërë dhe tashmë do të luajë një kategori më lart në sezonin e ardhshëm. Heroi i skuadrës së Orikut ka qenë portieri Bukanhev, i cili ka shënuar 2 gola dhe ka pritur një penallti. Takimi është luajtur në praninë e shumë tifozëve dhe që në minutën e 9 Oriku gjen golin, ku portieri realizon sakt penalltin e akorduar në favor të ekipit të tij. Vetëm pak minuta më vonë Butrinti fiton një penallti, por portieri i Orikut e pret duke mos lejuar barazimin. Me shifrat 1-0 mbyllet pjesa e parë. Në minutën e 56, vetëm 10 minuta pasi nis pjesa e dytë, portieri i Orikut Bukanhev shënon sërish nga pika e bardhë, duke çuar rezultatin në 2-0. Një gol që jep qetësi ekipit të Orikut, i cili administron ndeshjen dhe në minutën e 62 gjende golin e tretë me Miranin duke vulosur fitoren 3-0. Pas përfundimit të takimit, ka fest të Oriku dhe zëvendës presidenti i Federatës Geri Çipi dorëzon kupën e kampionit ekipit të Orikut. Ndërkohë presidenti i ekipit Muharrem Yazoj dhe trajneri Sherifi Driza i dukshëm të emocionuar teksuan se u arrit objektivi dhe u shpërblye puna një sezoni të gjatë. Ata u shprehën se megjithse gëzimi ishte i madh, tashmë do të fillojnë menjëherë përgatitjet për kategorinë e parë. Po patjetër ishte një ndeshje shumë e luftuar, ishte shumë e dëshirë për të luajtur dhe siç e luajtë që e fituam. Më në fund jam shumë entuziazmuar që më në fund edhe në rikuam edhe një kupë. U shpërbliëm këtyre tifozëve të zjarrit dhe dashamirë nga ndërkohë gjithë kampionatin dhe realizuam atë punën e përgatitur gjatë gjithë vitit. Edhe kështu jam ndjem shumë mirë që më në fund ja dolëm. Faleminderit të gjithëve, faleminderit edhe juve, faleminderit të gjithëve që ndihmuan për të realizuar ndeshje kaq të bukur e një fitore kaq të pastër. Kategorinë e parë vitin tjetër, po patjetër. Tani apo është? Po patjetër unë kam vazhduar të mendoj. Kështu që ato do i lëmë radh, shkallë. Besoj qëllimi është, objektivi është që të vemi edhe të jetojmë në kategorinë e parë, të mos bien, të mjetojmë. Është atje kampionati i bukur, është niveli i lartë, është i shpejtë. Me atë ekipi është ky që është, me pak punë, besoj do funksionojë mirë. Një fitore e arritur në i dhunta, objektivi i arritur, mund ndjes gjithë sezoni është përvojësuar me sukses. Shiko toni, është një vit i gjatë, faleminderit që jeni këtu pjesë, është një vit i gjatë që kemi folur gjatë gjithë kohës, e kemi luftuar, kemi 2 vjet kemi bërë të njëjtën gjë, kemi qenë në play-offin e fundit dhe nuk arritëm dot na ka eliminuar Kuksi. Kështu që është një ekip që ka 3 vjet që synon, është një ekip që ka 3 vjet që lufton, janë 3 vjet çunat që luajnë bashkë dhe normalisht e meritonim sepse kemi udhëhequr kampionatin që nga fillimi. Kështu që nuk ka dhe nuk kishte hije dyshimi që ne do ta dominonim. Nuk e mendoja kaq të thjeshtë, të them të drejtën, sepse ishte rezultat 3-0, kështu që në një ndeshje finale, po gjithsesi çunat bën më të mirën dhe një falënderim u takon vetëm atyre dhe publikut që na ka mbështetur, ka qenë i pamas. Kategoria e parë kërkon një ekip ndryshe apo është ende shpejt të festojnë? Unë jam kundra çdo gjëje që kësaj që do apo s'do, është një gjë që do e flasim gjatë kohës. Ky ekip ka 3 vjet që luajnë bashkë, e njohin mjaft mirë njëri tjetrin dhe mendoj që bashkë me presidentin dhe me stafin drejtues do mendojmë që të bëjmë diçka të mirë për Orikumin, për Flamurtarin, për Vlorën, sepse jemi bashkë. Oriku ngjitet kështu në kategorinë e parë, një sukses i merituar për këtë skuadër që zhvilloi një sezon shumë të mirë dhe arriti objektivin e vendosur që në fillim të kampionatit. Ju përshëndes dhe urojmë mbrëmje të gjithëve nderuar teleshikues, jemi si çdo të hënë së bashku në sport në fushën e Blu Televizion. Ne kemi nisur ndryshe dhe normalisht do të flasim fillimisht për Orikumin, për atë që kemi ndjekur tek kronika e kësaj ndeshje. Oriku ditën e diel ka arritur të realizojë objektivin primar që kishte për këtë sezon, padyshim është ngjitja në kategorinë e parë, ka realizuar fal një ndeshje fantastike dhe një fitore 3-0 ndaj ekipit të Orikut. Unë kam kënaqësinë që sot në studio të kem pikërisht trajnerin e ekipit të Orikut, atij që bëri të mundur së bashku me ekipin e tij dhe gjithë pjesët e tjera të atij klubi, ngjitën në kategorinë e parë, trajnerin Sherifi Drizaj. Mirëmbrëma Drizaj. Mirëmbrëma Toni. Mirëmbrëma një herë dhe urime dhe sukses në kategorinë e parë vitin tjetër. Faleminderit. Me mua do të jetë padyshim kolegu Ilia Mustashi, ka qenë i pranishëm dje në stadiumin e Orikut, ashtu si çdo herë tjetër që nuk mungon ta ndjek nga pas edhe ekipin e Orikut. Mirëmbrëma Mustashi. Mirëmbrëma. Një urim special për ekipin e Orikumit,
dhe unë do them vetëm një fjalë tani si fillim, më kishte marrë malli që të shtyshim në përtyr brenda stadionit. Më kujtosh ato ndeshje me shtatmendorin përpara nga vitet 80-82, edhe dije të gjithë jemi shtyr përtyr brenda, nuk ishte vend. Unë kam kënaqësinë që sot në studio të kem edhe një të ftuar mik të veçantë, Taulan Sadiraj, ka qenë komentator sportiv, e ndjek sportin, e dashuron futbollin. Mirëmbrëma Taulan. Mirëmbrëma ton. Desha t'i uroja sukses e Orikumit dhe veçanti dy miqve të mi, profesori Drizit dhe Bruno Telushit. E ta direkte për miqtë e ti Taulan, ti falenderoj që jesu bashkë me ne sot. Bëçi unë të ta nis me ty, sepse sot të takon realisht. Ne kemi qëllër tjera bashkë në studio dhe e kemi përmendur disa herë, po sot jemi shliruar kam përshtypjen. Pa tjetër Toni, ta thash edhe në takimin e parë, para se të fillonim emisionin, që ishte si një bardhë, sepse me të vërtet e kam vojtur të pjesën e ngjitjes një kategori më sipër, sepse siç ta kam thënë çdo emision, çdo intervistë, kisha 3 vjet bashkërisht me staf, me presidentin, me çunat, me gjithë grupin për sa i takon KFO-ikut, që e kemi vojtur, e kemi dëshiruar shumë dhe më në fund arritëm edhe ndihem goxha i shliruar, më beso që më duket sikur kam hequr diçka nga shpina. Si ka pas një bar të madhe mbi shpatulla. Një provë për jetën. Ilia, e nise dhe the që nga kishë marrë malli të hynë në stadium më shumë me të shtyra, një numër jashtëzakonshëm tifozësh dje, por përpara se dalin të tifozët, unë dua shkurtimisht nga ty si e ke parë Orikun dje. Dje ka qenë një Orik perfekt dhe atë që ne kërkojmë gjithmonë këtu brenda Vlorës, që kërkojmë të flamurtari shpirtin edhe luftarak edhe shpirtin e garës, unë atë e pash dje në Orikum. Dhe pikërisht ishte një lojë kolektive, e bukur, e fortë, e lidhur me njëri tjetrin dhe fryma e grupit arriti dhe dha të fiturë mjaft bukur. Të them të vërtetën, unë nuk e mendoj që të ishte një rezultat kaq i thellë 3-0, mendoja me një rezultat minimal, sepse edhe Saranda ka ekip të mirë, edhe siç e pam ne aty, por Oriku dje ka merituar, ka bërë një nga lojrat më të bukura. Unë kam vite që ndjek Orikumin, edhe kur ka qenë në kategoritë të parë e kemi transmetuar në Radio Tirana, por dje Oriku ishte perfekt dhe aty do të veçoja që do ta quaj një hero të takimit djeshëm. Ishte portieri Bunkoev, Çeçeni, me Orikun Çeçeni, i cili ka dhënë një vllaj me Partizanin për të rishikuar se ka qenë pjesë e Orikut, ai si vjet ka vetë Partizani apo jo më po. Ai një portier që me fjalë shënoi golin në minutën e 9. Edhe të 56. Priti penallti në minutën e 13. Aty dhe bëri spektakël dhe unë do ta quaj ai ishte më tepër një lojtar se sa një portier. Është vërtet. Dhe është një shembull të gjithë ekipet do të marrin shembull nga ai lojtar. Shko, unë dua të kujtoj se me mbrëmjen e portierit se Baçi e mban mend shumë mirë, ndeshjen e fundit vjet në play-off me Kuksin, ka qenë 2-1 ndeshja më duket? Po, jo 1-0. 1-0, ka qenë një faull për Orikumin në fund. Ishte afruar, pothuajse ishte afër golit, afër barazimit. Shko ditë shumë mirë. Shko, për të qenë edhe të gjithë bashkë në diskutim. Normalisht Baçi janë 3 vjet ku synohet, shkohet deri në play-off, deri në ndeshjen e fundit. Unë them që fatmirësisht shqyr që i shpëtuam atë play-offit si vjet. Sepse dakord, mundësitë janë, por shiko, Toni, ne kemi folur edhe me stafin, edhe me presidentin, që ky është një vit që duhet ta sulmonim dhe ta mbyllnim si kampionat para kohe, për të shpallë kampion, sepse kemi një grup, siç e kam thënë gjithmonë, që kemi ruajtur. Kemi lojtarë që kanë luajtur pothuajse të gjithë kategoritë parë dhe superiore. Kështu që kishim një grup shumë të mirë. Dhe normale duhet ta kishim mbyllur para, kemi bërë pa fallës rrugës, kemi bërë dakord, ai ndot çdo ekipi. Dhe normalisht nuk duhet ta kishim sjell deri këtu, por që fati e donte kështu edhe e mbyllëm në një mënyrë ndoshta e fortë për zemrën, por që ishte goxha e bukur, qoftë edhe për publikun, qoftë edhe për çik me shakama se sollë do tu për bëri finale për të sjell tifozë shumë në stadium atë. Edhe tash un kam falënderim veçantë për gjithë njerëzit që na kanë mbështetur, për gjithë ata
për të gjithë ata njerëz që janë në mbështetjen tonë aty, në çdo ndeshje, pavarësisht ndeshjeve që ne i luajmë jashtë sepse janë distanca të largëta, por që më aq mundësi sa kanë pas na kanë ndjekur gjithmonë si një klub i vogël, si një ekip i vogël, na kanë ndjekur edhe jemi minjos të gjithë, secili prej tyre. Kjo është e vërtet, natyrisht. Talan, më thoj dy fjalë për Orikumin nga ajo që dëgjova deri tani. Dëgjova për Nikën, po ti profesorin, domethënë ti je 3 vjet afër kategorisë parë, do të thotë që është bërë një punë super serioze. Mbas 2 vjetësh apo 3 vjetësh vjen në kategorinë e parë, tregon një punë shumë dhe mirë nga gjithë stafi. Normalisht koka e punës të profesori. Jam shumë i lumtur që ka në kategorinë e parë. Po i bie. Unë du të veçoja një diçka tjetër, që ajo zonë e Orikumit, që përfshin Trevën, Dukat, Tragjas, Radhim, një zonë turistike që po bën investime të jashtëzakonshme, edhe që janë të shpeshta. Ti shtosh edhe një ekip futbolli në kategorinë e parë, unë them është një gur në Xhavairi mjaft i bukur në zinxhirin e gjatë të mrekullive që ka ajo zonë. Dhe për këtë, për mua meritën unë dua të përshëndes mikun tim Muharrem Yazaj, i cili me atë thjestinë e tij, me durimin, me shpresën gjithmonë janë rritur afër ekipit, dhe padyshim tani e kemi edhe në krahun tim të djathtë Sherifi Drizin, trajnerin e skuadrës Orikumit, Tauland Kuqin dhe trajnerin e portierave Argend Halili. Këta kanë një meritë të jashtëzakonshme, sepse lufta sportive në kategorinë e parë është më fort sepse në superiore. Në superiore po të shkallë akoma që në ndorë, shumë e vështirë. Po të shkallë akoma që në ndorë, more ato drejtim ike. Kurse kjo ishte një javë që vendos javën e fundit. Këtu gara ishte për jetë vdekje. Edhe ka një meritë jashtëzakonshme. Dhe do shtoj një diçka tjetër, duke nisur nga aq pasdije, i bëj thirrje miku tim Muharrem Yazaj, duhet të mendoj që stadiumi duhet ta shtoj, duhet të bëjnë tribunë edhe nga ana tjetër. Të shpresojmë apo vazhdim. Jo, Toni, këtë që sapo përmendi miku jon, është diskutuar sepse ndihma nga federata patjetër, sepse federata ka goxha mbështetje për investimet për fusha sportive. Kështu që është e menduar, është e diskutuar, edhe patjetër që presidenti do ketë komunikim edhe me bashkinë. Mendojmë që për vitin që vjen, mendojmë që të bëjmë mendon që të bëhet diçka shumë e mirë dhe për zonën, qoftë të bëhet edhe një fushë tjetër, pse jo, sepse atje ka fëmijë që e ndërojnë, me vinë, luajnë, ka një akademi deri te U13, U14, kështu që pse jo të jenë aty, të jetë një fushë për gjithë komunitetin, edhe për Vlorën, edhe për Orikumin, Dukatin, edhe gjithë zonën e Vlorës, sepse tashmë me rrugët që janë bërë, është akoma dhe më afër dhe më e prekshme. Po t'i referohemi në Europë, në botë, është 15 kilometrat. Ka qenë stadiumet në qytet. Të kesh një fushë larg për të stërvitur fëmijën është luks, sepse 15 kilometra është shumë afër, më kupton, kështu që mendojmë që do jetë diçka shumë e mirë, dhe ato që më prekuar Çelia është sepse presidenti e ka në diskutim për pjesën e një mbulese të tribunës, mendohet, shikojmë tani. Ilia, unë do të thosha që të pak në mendimin tim, 3 ndeshjet e fundit ishin decisive, por unë them që Orikumi gjithë në kategori e siguroi që në fitore me Ballçin. Jashtë. Për mua ajo ishte ndeshja e kyçe. Më korrigjoni. Po, unë do them me këtë që Oriku ka fituar vetëm përballë Sarandës, Butrinit Dije, pa ka pasur kundërshtar shumë të fortë, e të rrezikshëm, si Partizani dhe Bylis, dhe për kurreshtet e teleshikuesve do të themi se si Bylisi edhe Partizani në gjirën e tyre ligji e lejon që të aktivizojnë 5 lojtarë të Superligës. Superligës, po. Dhe të paktën ndeshja me Partizani Tiranë që është fituar nga Oriku, aty ka luajtur Skuka, që është lojtar dhe i kombëtar, sepse ka marrë kombëtar në një moment. Dhe Orikumi ka fituar 2-1. Në fazën e parë, po. Edhe Ballçi po e njëjta gjë, dhe është një fitore mjaft e merituar dhe me mjaft vlerë. Nuk është fitore lehtë. Sepse një fitore që arrihet lehtë nuk ka shumë vlerë, sepse kjo fitore ne e shijojmë në mënyrë të dyfisht, sepse e para
hym në kategorinë e parë dhe e dyta e fituam me kundërshtar shumë të fortë. Dhe do të themi edhe tjetër, me fati na ka rënë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë historisë së jetës që Vlora çdo gjë e bën vetë të mirë të keqe, ne ishim pa aleanca. Të gjitha aleancat ishin kundër Orikut. Kjo është e vërtet. Edhe kjo do të vlerësohet në këtë pjesë. Po hy dhe unë të bisedë, unë po bëj vetëm pyetje, unë i kam ndjekur të ndeshjet e fundit, siç kam ndjekur gjatë sezonit, por sidomos të ndeshjet e fundit. Atë që kam parë me Partizanin B, me Baçin kemi qenë edhe mbas ndeshjes, edhe kemi folur edhe kur kam mbaruar ndeshja, atë që kam parë me Partizanin B, nuk e di se kam parë asnjë, domethënë ata sikur kërkonin ata për të ngjitur, jo sikur luanin, duke sikur luanin ishin për tjetër kënd, e pa diskutueshme, sepse treguan më një javë më vonë se çfarë bën. Është vërtet. Që kështu për mua dje ke fituar jo vetëm me Sarandën, por ke fituar edhe me Partizanin edhe me Bollçin. Ma the këtë edhe shpar. Toni, këto janë gjëra që prandaj mos të kthehem prapë të bëj përsëritjen, është ajo që fola edhe në fillim, që duhet ta kishim mbyllur më shpejt që të mos kishim këto gjëra në përkëmbë apo këto aleanca sepse dihet edhe normale, por për unë jam i kënaqur për çunat, jam i kënaqur sepse ata treguan që sepse ata janë aktorët në fushë, ata treguan që ne dominojmë, e meritojmë që të ngjitemi në kategorinë e parë dhe patjetër pse jo, sepse nesër do përballen me ekipe të një niveli pak më të lartë dhe më të fortë dhe është normale që unë mendoj se na ka vlejt kjo garë, ky kampionat, pavarësisht sepse ne kemi qenë vetëm dhe të vetëm kemi qenë deri në fund, derisa kemi fituar dhe ndeshjen e fundit, kështu që unë mendoj që çunave na ka vletur gjithë, jo çunave, po kujdo në klubin ton. Na ka vletur si eksperiencë dhe mendoj se çunat janë arritur dhe jemi në rrugën e dur për vazhdimsinë. Baçi, duke u ndalur te ky gjithë sezoni gjatë që ka kaluar fatmirësisht u mbyll në mënyrë më të mirë të mundshme. Duhet, nëse mban mend, moment më të mirë dhe më të vështirë te këtij sezoni. Përjashtohet ditën e dieshme. Pa ditën e dieshme. Pa ditën e dieshme, sepse për ditën e dieshme e tham. Pa ditën e dieshme, Toni, momenti më i mirë i skuadrës, po e marr skuadrën bashkë me mua dhe me gjithë stafin. Momenti mirë, kemi qenë deri në ndeshjen që kemi fituar me Partizanin, ishte i vetmi gol, me fjalë ishte derisa kemi luajtur me Partizanin fazën e parë, kemi qenë skuadra s'kishim pësuar asnjë gol. Dhe atje kemi marrë golin e parë, kemi fituar 2-1 në Tiranë. Kemi luajtur, siç e tha Ilia, që kemi luajtur kundrejt Partizanit, një Partizan motivuar, një Partizan nga skuadra e parë, nga skuadra e Superligës, kishte 4-5 lojtarë që ishin formacion titullar, dhe kemi arritur dhe kemi dominuar skuadrën dhe ka qenë një krenari për ata djem dhe për mënyrën se si kemi luajtur futboll. Kështu që sepse në futboll unë mendoj dhe mos bëj filozofin është, shiko, të fitosh një ndeshje nuk është e vështirë, por mënyra se si fitohet ndeshja është akoma më e bukur. Sepse mund ta fitosh një ndeshje me një goditë standarde dhe të mbrojësh 90 minuta, të shijon, por prap kurse kur e dominon, bravo, të shijojnë pikët, kurse kur e dominon dhe je ti gjatë gjithë kohës me topin në zotrim, për mua shijon më tepër dhe kjo ishte një fitore kundrejt Partizanit Tiranë që mua më ka shijuar dhe ka qenë një moment shumë i mirë, edhe i kënaqshëm. Kurse momenti më i keq që kemi kaluar këtë vit ka qenë ka prapë me Partizanin këtu. Jo, momenti më i keq ka qenë ndeshja kundra Iglit. Ka qenë një moment barazim 2-2. Barazimi 2-2 në një minutë që nuk mundi do të reagoje sepse u ishim 2-1, kemi pas mbi 5-6 raste flagrant për shënuar edhe nuk i kemi shënuar, nuk kemi le të shënojmë dhe normalisht jemi marrë një gol në minutën e fundit edhe kjo na duket e mbajmë mend në minutën e 100. Në minutën e 100 gati dhe ajo ka qenë ndeshja dhe shija më e idhur e këtij kampionati. Kështu që atë e kthyem në forcë edhe fatmirësisht ja dolëm. Do të shojmë diçka këtu. Po, patjetër. Që unë Orikun tani e shoh në një këndvështrim tjetër pak më të gjerë, më të gjatë, që Oriku është vlerësuar sepse unë mendoj që të paktën në psikologjinë e tifozërisë vlonjate, sepse unë quaj gjithmonë që nga Vlora Orikumi gjithë bashkë, që të kthehet teorikisht në një flamurtar B. Edhe
publiku vlonjat, ata që janë sportashës, u jam sigurt që ditën që nuk do kenë ndeshje flamurtarit dhe uroj me shpirt që flamurtarit të qëndrojë në Super League, po do flas pak më vonë aty dhe në qoftë se flamurtari qëndron në Super League dhe një të diel tjetër jemi i pushim dhe të vesh deri në rikum të shohësh ndeshje është kënaqësi më e madhe për një sportash. Kjo është mrekulli. Të falenderoj një që futet këtë se më kishte dalë në mendje dëgjova di këtë dije duke dalë nga stadiumi. Tani thas do na lën asnjë pushim valla tha. Ne kemi sportashës që kemi vite që ndjek. Sepse është ndryshe kur nuk kam asnjë gjë me ekipet e kategorisë 2, se cili ka investimet e tij, bravo i qoftë, por është ndryshe për një sportashës kur niset për të parë një ndeshje të kategorisë 2 dhe niset për të parë një ndeshje të kategorisë parë, apo e ka vënë aty. Jo, po patjetër ka tjetër impakt, ka tjetër mënyrë loje që në mënyrën e zhvillimit e të gjitha me radhë sepse e profesionizëm, ke ekipe me emër në kampionat kategorisë parë, kështu që ka goxha impakt. Plus që është mirë dhe për Vlorën dhe për qytetin dhe për flamurtarin patjetër sepse tashmë po të shikojmë kategorinë e parë për vitin tjetër, nuk e dim kush do zbresit nga Superliga, të shpresojmë që nuk është flamurtari mbi të gjitha. Po të pak nga ata çfarë shikojmë që mund të mbeten. Kemi ekipe si Besa që do të jetë prap. Po Gradeci nuk e dim sepse është në play-off, çfarë do bëj. Janë ekipe si Besa, Kastrioti, Beslidja që u fut nga kategoria e dytë. Pra janë ekipe që kanë edhe shumë kohë në përjashtim Beslidjes që luajnë në kategorinë e parë. Kjo vështirëson. Apo jo? Me ty e kap. Ti e ke sot, s'ke ku vete. Jo, patjetër që është shumë e vështirë, kategoria e parë është goxha e vështirë. Ne nuk i trememi sepse ne kemi qenë në kategorinë e parë dhe jemi rëzuar për një pikë që mos t'i kthejmë vjetrës, por që e di dhe ku kanë ndodhur pika. Po s'po e themi. Në gol me Rodoshat. Ja, është diku tjetër. Normalisht toni është një kampionat shumë i vështirë sepse ka emra siç e thash dhe më para që ka shumë emra të fortë edhe plus që dhe nga superiorja nuk e dim kush do zbresi kategorinë e parë. Kështu që urojmë me shpirt që mos tjetë flamurtari, sepse patjetër e thash edhe unë. Ne dëshirojmë gjithë dhe unë kam bindje që do mbjetoj sepse e ka potencialin. Edhe pastaj për ne flamurtari është dhe një vllai i madh, kështu që na duhet të na mbroj, sepse ne jemi të vegjël, kështu që shpresojmë që të jemi edhe të jetë inshallah të jetë superiore dhe ne na bëhet shumë mirë. Kam një kuriozitet profesor. Sa vlonjat keni në skuadër? 80% e grupit është vlonjat. Atëherë jeni ju vllai i madh. Ju flamurtari vetëm lushen ka. Ja, është normale, është ekip ky e ka mbajtur ka 3 vjet me atë ekip të Hollandë dhe bravo qoftë, unë them me plot kuptimin e fjalës. Bashkë me atë kategoria e dytë nuk ka mbaruar akoma. Kemi dhe një ndeshje. Kemi dhe një ndeshje që kemi një ndeshje me Lezhën, fituesin e grupit A, ne jemi fituesi i grupit B. Jemi të dytë të ngjitur në tashmë në kategorinë të parë. Lezhë ka siguruar një javë para edhe ka qenë meqja në ndeshjen e fundit. Ne për fatin tonë të keq që kemi pas ndeshjen e fundit finale që arritëm me kurorzuar ndje. Është një ndeshje që do luhet fushë asnjëri, se është një finale që ka një trofe dhe ka një trofe të shpërblim nga federata dhe normalisht mendoj që të dyja skuadrat do jenë pa psikologji të ngarkuar sepse është një ndeshje prestigji, patjetër, por nuk ka të ankthin edhe ngarkesën psikologjike të çdo futbollist që në qoftë duhet ta fitojë sepse humbas gjithjen. Po. Kështu që është një ndeshje që mendoj që do jetë një ndeshje luftuar, do jetë një ndeshje shumë e fortë, do jetë një ndeshje me një kundërshtar që ne respektojmë sepse është një emër i madh, ka qenë dhe në superiore, është një ekip që ka qenë në Super League. Dhe normalisht mendojmë se do ta vlerësojmë patjetër, ta vlerësojmë shumë. Kur është ndeshja? Është ditën e shtunë në stadiumin e Teutës, në Kodovana në 5. Në orën 5 të mbasdites. Po. Do të hapni në televizion apo se dim akoma? Mendoj se po. Edhe mund të Nuk kemi informacioni, po mendoj se po. Sepse unë me një rrezik do vim. Jo, thjesht pyetja, si se di këtë. Edhe për mendoj se po sepse është finale, është afër Tiranës, mendoj se. Edhe për Orikun me Butrintin ndeshjen e dielës unë mora vesh 2 ditë para që do transmetoj në televizion dhe bën zgjedhje shumë të mirë dhe ata
që transmetuan sepse I dhanë mundësinë dhe atyre që nuk patën mundësi të hyrin në stadium apo ta ndiqnin nëpërmjet televizion. Me stadion vlera e shpërblimit është rreth 3 milionë lekë për fituesin. Për fituesin e nuk e di se te financa ka njerëz tjerë që merren me klubi. Është federatës, nuk është. Jo. Ti intereson vetëm fusha. Mua më intereson të kem çunat I kem gati edhe të jenë të gatshëm. Nuk e di portieri, duhet I gatshëm portieri? Se e pash pa tregje muskulare. Jo, nuk kishte tregje muskulare, kishte një kontraktur që s'më takon mua të vendos, kemi stafin me këso. Ka bërë ekzaminime sot, ka qenë me doktorin edhe ka një kontraktur që normalisht edhe sikur të ndodhi që mos t'jeti I gatshëm, pa tjetër që është një lojtar që unë e kam thënë çdo intervistë, unë me Bunkoev, qoftë me këtë që është më I madh, po qoftë dhe me vllain e tij, kam rreth 4 vjet që punoj, edhe e njoh shumë mirë, ai tashmë është naturalizuar, është bërë shqiptar. Flet shqipe shumë mirë. Edhe normal nuk ka asnjë pengesë, por që mendoj do jetë I gatshëm, po dhe sikur të ndodhi, ne kemi portier në portierin e dytë, më thonë sa mund ta quaj, sepse është një portier shumë I mirë, kemi të huaj, është me një nivel pothuajse në një nivel me Bunkoev, edhe nuk e kemi këtë sepse të ndërtosh një ekip për të dalë kampion, qoftë në çfarëdo lloj kategorie, të duhen lojtar njësoj. Duhet kesh lojtar në dispozicion dhe normalisht kemi bërë një zgjedhje dhe sforcë e madhe që ka bërë presidenti, që ne kemi mbajtur 2 portierat në njëjtin nivel. Dhe mendoj që do kemi pengesë te kjo pjesë. Plus që s'më takon mua të flas, I takon kolegu tim Argenta Lili, ai merret me portier. Ai do vendos normal. Dhe përgjegjësinë dhe meritat I ka ai. Të portierit. Tani penalltit kush e ka mësuar t'i quaj? Argenti? Këtu kemi Shko, Toni, unë do ta them. Sepse jo, mbaj mend pyetjen që po të them. Penalltia e parë ishte shumë e mirë, nuk diskutohet, e gjuajti më perfekte, por për mua penalltia e dytë ishte. E dytë është më e bukur. Ishte, nuk e di vëlla, edhe një lojtar nuk mund ta gjuante ashtu, aq mirë, aq saktë, aq qetë, nuk e di. Toni, tani kush e ka mësuar penalltin? Do më lësh ta zgjas pak. Po. Sa të duash, ke sa të duash. Se duhet ta sqaroj këtë pjesën jo të penalltisë, po edhe të personit që gjuan penalltin, edhe të futbollistit që merr përsipër. Shiko, unë të diskutime ka qenë një nga diskutime më të nxehta që unë kam pasur me presidentin. Gjatë gjithë kohës, sidomos fazën e dytë. Ka qenë një diskutim I nxehtë sepse ne jemi ekip që kemi marrë 4 penallti, gjatë gjithë kampionatit dhe të 4 I kemi humbur. Dhe penalltia është mos gaboj atë të Maliqi sa të vuan ajo aty. Sa të vuaj ti. Po, e kemi stërvitur dhe kemi 2 lojtarë shumë mirë në skuadër që gjuajnë shumë mirë penallti. Edhe unë jam I trajner shumë supersticios dhe nuk dua të merrem te pjesa e penalltisë në momentin që një lojtar, unë të paktën kështu e mendoj, unë e mendoj shumë se kam gabim, por që në momentin që stërvitet 2 lojtarë për të gjuajtur penalltin dhe janë lojtarë që transmetojnë më pak emocion dhe duhet jenë më të ftohtë dhe ne kemi pas të 2 lojtarët që kanë lozë në nivel shumë mirë, qoftë Dalana, qoftë Lloji dhe të dyna I kanë gabuar. Kështu që ka lind diskutim gjithmonë konstruktiv me presidentin dhe ka qenë ai që ka ngulur këmbë fort te portieri, po sepse portieri është një gjuajtës shumë. Ishte vendosur para Butrintit si do luante gjuante ai. Nëse do arrin me një penallti, ka qenë vendosur që në Ballsh. Kundra Bylysit, sepse ne kundra Bylysit ka gjuajtur Lloji dhe prapë ka humbur penalltin. Dhe ne kishim vendosur që në Ballsh, por që Lloji e mori me personalitet dhe tha do ta gjuaj unë, patjetër nuk mund t'i thoj ajo I gjuaj. Edhe ndërkohë që e rezultoi që e humbën, po Lloji e rikuperoi gabimin se shnoi një gol. Dhe normalisht u la pak kështu. Po që ka qenë diskutimi midis presidentit dhe e ka marrë ai përsipër autorsinë e penalltisë, bashkë me profesor Argentin. Merite presidentit e Argentit. Po, ka qenë pjesa që kanë ngul këmbën shumë. Shiko, ke edhe një gjë të bukur se I ndan meritat. Bëçi, edhe një pyetje, këtu dua ndihmën edhe të Ilias, por edhe të Taulantit. Mendojmë për Lezhën apo kemi filluar të shkojmë në mendje tani se çfarë do të bëjmë për kategorinë e parë? Shikoj Toni,
Ne jemi, të thash që vërtet jemi klubi i vogël, po jemi të organizuar mirë. Për të gjë ka merit madhe presidenti, sepse ai është regulatori dhe është personi që, si thon, krye familjari që ndan përgjegjësitë. Ne jemi klubi i vogël dhe jemi të organizuar mirë, por që mendojmë duke folur dhe me presidentin, ne kemi një ekip, kemi krijuar një grup dhe presidenti ka thënë gjithmonë që duhet kemi një ekip, një grup që ne të shkojmë në kategoritë parë dhe të qëndrojmë, jo të bëjmë ashensorin, të shkojmë dhe të zbresim prapë. Edhe thatë dihen edhe sot në intervistë. Nuk na ri për shtat. Mendojmë që kemi një grup shumë të mirë të lojtarëve, do ruhet pothuajse 80-90% e grupit, absolutisht që do afrohen 2-3 lojtarë, po të cilët që ata që do afrohen do jenë shumë të studiuar, shumë të vëzhguar, sepse ne kemi grupi, nuk kemi nevojë ta nisim nga fillimi, lojtarët janë gjithë nën kontratë. Nuk kemi nevojë ta nisim nga fillimi të bëjmë negociata, sepse grupin e kemi. Normalisht ata 3 lojtarë apo 4 lojtarë që mund të afrohen në skuadër do të jenë cilësor, sepse do të jenë për një cilësi pak më tepër. Pra atë që na munguar të paktën te pjesa e golit, që kemi pas pak mungesë, por që bashkë me presidentin mendojmë që të bëhet diçka e mirë për Orikumin, siç e thash, edhe për skuadrën. Ndeshja me Lezhën, ditën e shtunë që do luhet në Durrës, në Niko Davana, është një ndeshje prestigji. Dhe unë uroj me shpirt që të fitohet, por megjithatë nuk është përcaktuese. Dhe unë do mendoja që më shumë është puna të përqendrohemi te kategoria e parë, te vendosja e stafit, stafi është nuk ekzistohet, por stafi të mendoj për lojtarët që do vinë, edhe për ata 3-4 lojtarë që mendon që thot Baçi. Dhe unë kam një të paktën herën e fundit që ishte Oriku në kategorinë e parë, që unë e transmetoj në Radio Tirana. Unë s'po janë nxjerr sekretin tim. Unë kam eksperiencë. 2-3 emra i kanë gati. Unë kam eksperiencë që ne kemi rrahur Korçën në Fier. Po. Kemi rrahur edhe në fusha sjansë, fushë vështirë. Ka qenë nga tetori mos gabojmë. Edhe një nga ndeshjet tjetër, nga më të bukurat, që prap e kemi rrahur Fierin në Orikum 3-0. Që Fieri ishte kulminacia. Që ishte Maksuti, kam qenë stadium. Kam qenë stadium atë e mbaj mend, kam qenë stadium e kam parë. Lojtari me gjyri lart. Lojtari me gjyri gjatë ishte 2 metra 2. Kam pas Goxhaj, Trifoni kanë qenë ekip shumë i mirë. Edhe Oriku kam qenë stadium atje, kam parë. Oriku ka zbërthyer në atë ndeshje, që tregon që ka vlera dhe ka eksperiencë. Dhe unë kësaj më shoh që Oriku më shumë të jetë forca të përqendrohet për kampionatin. Jo, pa hequr, më fal Ilia se në pres, pa hequr vëmendjen tonë te pjesa absolutisht që do mendohet, por është ka kohë për të menduar për pjesën e vazhdimësisë për vitin tjetër, por që pa hequr vëmendja edhe te ndeshja me Beslidjen, sepse është një ndeshje vërtet, është një ndeshje prestigji, por mendoj që edhe çuna dhe ne si staf duhet kemi diçka në mendje që kemi përballë ditën e shtunë një ndeshje kampionatit të vitit që vjen. Sepse është një kundërshtar që do përplasemi vitin që vjen dhe duhet ta dominojmë, duhet ta mundim. Duhet i tregojmë që jemi ne më superior se ata. Patjetër, duhet ta dominojmë, duhet ta mundim sepse kur vojtë mentaliteti fituesit. Po patjetër duhet jemi ne që të tregojmë që shiko, ne nuk do jemi sepse ata nesër do të kemi kundërshtar qoftë në Lezhë apo në Vlorë apo nuk i dihet se ku. Kështu që ke kundërshtar direkt dhe duhet të dominosh. Nëse ti do të arrish aty lart që të rish kategoritë pa lirshëm. Edhe një kurioziteti, meqenëse po vazhdojmë me Orikumin akoma, kam qenë një transmetim në Orikum përpara 4 vjetësh që ishte në kategorinë e parë. Aty fryte një herë shumë e fortë. Unë isha në tribunë, ajo tribuna tundesh, edhe një herë kaq e fortë, edhe u vendos topi, ishte një faull për Orikumin te arku i zonës Trepsisë. Edhe 4 herë u vë topi dhe 4 herë topi lëvizte. Aty dhe herën e pestë ishte një ata mbrojtës me ngjyrë që tani ja kam harruar emrin fatikisht, një mbrojtës shumë në ishte brazilian. Brazilian po. Dhe ai merr forcë me luan me tepër forcë, po luan jashtë kuadratit fatikisht. Me po topi era e mori dhe e futi brenda saj topi jashtë, edhe pastaj unë mora linjë në Tiranë edhe e thash autori i golit ishte era. Nëse më kujtoj era se 4 herë, se ajo bëse beb që u lëviz topi dhe e mori topin dhe futi autori i golit ishte era. Baçi, të urojmë sukses një herë të shtunën me Beslidjen, unë shpresoj shumë që ta fitosh. Pa dyshim që po, edhe pse tashmë objektivi primar që ishte është realizuar dhe bravo i qoftë për këtë. Është dhuratë shumë e bukur për Vlorën. Bravo i qoftë. Për Orikumin. Dhe ju uroj sukses vitin tjetër në kategoritë parë. Faleminderit. Edhe një gabim që kam bërë unë, po e them,
vjet, përpara ndeshjes finale me Luftarin, ke qenë ti në studio. Si vjet, para ndeshjes me Butrintin mora presidentin në studio. Kështu Para ndeshjes me... Viti tjetër kur të afrohemi drejt fundit që si do në bisedat nuk do të marr ty. Suksese me Butrintin dhe suksese edhe në kategorinë e parë. Kalojmë çik tek flamurtari, tani çik me Taulantin. Taulant, kënaqësi që të kam në studio, dua të mirë për publikun që po na ndjek në këto momente. Ti ke qenë komentator sportiv, futbollin e ke pasion, e ke dhunti, nga të ka lindur kënaqësia për futbollin, dëshira për futbollin. Kam patur gjithë njerëzit që më rrethonin tifoza dhe kam luajtur vetë futboll me të Verbit për 19 vjet dhe kam qenë i pandashur kur ka qenë presori futbollist dhe tërkohën kam qenë në tribunën në C të Flamurtarit, historikisht, që në moshë të vogël fare. Unë të falenderoj që je së bashku me ne këtu dhe bravo të qoftë, sepse jemi të vërtet një burim frymëzimi për të gjithë. Bravo të qoftë. Faleminderit shumë, është privilegj të jesh në studion tuaj. Faleminderit shumë. Ilia Taulant, flamurtari. Flamurtari është pjesa që na dhëm të gjithë. Sepse profesor Baçi ka filluar studimin këtu dhe po shkon që kalendari. Pak më vonë ti. Flamurtari është pjesa që na dhëm të gjithëve, por këtë radhë dhe duhet të flasim fjalë të mira sepse fitoi me një nga ekipet më të fortë të kampionatit, me Rogozhinë, me Ignatian. Edhe duhet përgëzuar, por tani nëse analizojmë sepse erdhi fundi, ta analizojmë pak më të shtrimi, pak më pas në kohë. Ne deri tani ja kemi bërë vetes së vet Flamurtari. Të paktën shpresoja dhe kjo e bën diferencën, ne u dha kishim kalendarin më të mirë të mundshëm. Kishim ndeshjen në Ballsh, që unë mendoja do ditë barazim në intuitën time. Kishim dy ndeshje brenda, që kishim kundërshtar direkt me Vorën dhe me Tiranë, të dyja. Të paktën humbëm të parën, të ftojmë të dytën. Ne barazim humbëm 2 pikë të njëra, 2 pikë të tjetra. Dhe ato ishin goditse të mëdha. Janë 4 pikë sepse jo vetëm na i shtojnë pikë Flamurtari, po ulin dhe ati. Ishin pikë dyshe, pikërisht. Ishin dubël ato. Dhe na dhëm ajo pjesë, por unë e mora sot i kalkulova sipas optikës time, edhe është kalendar shumë tani janë bërë shumë të vështira, sepse nuk varet vetëm nga Flamurtari, po varet nga aleancat. Dhe të gjitha pothuajse të gjitha skuadrat e kanë ndeshjet me të fortët. Dhe ata qose këto 4 të fundit ku përfshihemi edhe ne jemi hallëxhumë i madh, aty jemi hallëxhumë i madh, ekipet e tjera losin për qef, për të hyrë në kaçe, është një objektiv. Shko. Dhe unë mendoj që, po të flasim pak më vonë për atë, është një rrugë e vështirë. Dhe në këto 4 ndeshje që na kanë mbetur, po do vazhdojmë më tej, ndeshja më e fortë nuk është as me Dinamon, që do bëhet këtë javë në Vlorë, as me Partizanin Tiranë, as me Shkodrën në Shkodër. Ndeshja më e vështirë për mua dhe aty do vendoset, përfundimisht unë Dinamon i kyet kaluar, Dinamon, edhe Partizani nuk më tremb. Shkodra jo, atë ditë në Shkodrë, gjithë Shkodra do janë tifozë me Flamurtarin. Atë e dim. Këtë e dim, por mua më tremb ndeshja me Durrësi. Këtu. Në Vlorë. Dhe nga kalkulimet që bëron sot, nuk janë 4 ekipe që diskutohet për të rënë nga kategoria, por është Flamurtari, Tirana, Vora, Bylisi dhe Teuta. Është futur Teuta në vallë, që nuk e kam mendjen asnjëri për Teutën, por unë e kam studiuar me shumë kujdes. Shumë larg pra. Nuk është larg. Me pikë. Janë 6 pikë. Tirana po 6 pikë. Durrësi ka 38. Durrësi ka 38 pikë, por nëse Durrësi do bëjë një reans të gabuar, sepse kur bën Ku los Durrësi këtë javë? Po. Durrësi ka kampionatin më të vështirë. Po. Se të gjitha skuadrat që janë poshtë. Unë ka bërë analizën e Durrësit, sepse Durrësi los në Ballsh. Dhe këtë javë los në Ballsh? Po, në pret Tiranën vinte Flamurtari dhe pret Elbasanin në fund. Po. Ignatian, sepse Elbasani los me Tiranën. Bylisi e ka me Teutën javën që vjen, pastaj Teuta Tirana në Durrës. Pastaj vjen në Vlorë. Flamurtari Teuta në Vlorë, që duhet nga pikpamja sportive duhet ta shijojmë Teutën sepse këtu ndahet shapi sheqeri. Dhe unë ky është parashikimi im dhe në fund është Teuta Ignatia. Do të thënë
Teuta nuk është di që vetëm po i dha dorën e Ignatia në fund, sepse Teuta rrezikohet. Shkop, dakord. Dhe konstant. Ndoshta javë e fundit do jetë e zgjidhur në javën e fundit, ose mund të kenë mbet pak dilema kanë përshtypjen. Shiko, Toni, më falë që i mora fjalën Ilis, unë po shikoja Ilia kishte bërë këtë dhe Ilia po flisë unë po e shikoja. Unë e kam parë kalendarin e flamurtarit e kisha të fiksuar dhe kam diskutuar dhe me drejtues e flamurtarit. Kam qenë në Rogozhin, kam parë ndeshjen, edhe flamurtari e ka dominua Egnantjen. Në çdo aspekt ka shnuar 2 gola që mund patjetër që mund të kishte importuar në një formë shumë të mirë dhe flamurtari dhe e ka mbajtur në lojë që dhe ata mund të kishin rastet e tyre, por që flamurtari e ka dominuar ndeshjen. Unë mendoj nëse flamurtari vazhdon në atë ritëm që unë kam parë me Egnantjen, flamurtari mendoj që ja del. Unë mendoj që ja del. Sepse ka kalendarin goxha të favorshëm për mua. Sepse po flasim, më fal, pa i peshur. Sepse përderisa po mendojmë që Final Fouri është pothuajse i mbyllur. 2 ekipe kanë siguruar. Vllaznia dhe Elbasani, të tjerat akoma jo. Për mua edhe Egnantja ka siguruar. Po, dakord, edhe Egnantja. Po jam pikët bërna që pjesëtor me 2. Po Partizani me Dinamo jo akoma. Dhe ti ndesh i ke të dyja përpara këto. Po pra, Partizani, po prandaj po të them, Partizani me Tiranën do prasim më fal, Partizani. Njëra tjetër. Ke Partizani Tirana këtë javë. Po ke Partizani Tirana këtë javë. Kështu që nëse Tirana arrin mund Partizanin, i bie që Partizani e mbylli Final Forin. S'na intereson ne kjo pa. Prandaj po të them. Në qoftë se, prandaj thash që... Se ka, Taula, në fundin diskutim dhe ti. Tani, nëse bëjmë një kalkulim shumë të thjeshtë, nëse Partizani fiton me Tiranën dhe ti mund Dinamon, është më qetë Partizani pasaj. Unë them që kjo na intereson ne. Shko, drejt me thënë, unë e mendoj kështu, dhe unë e dua kështu që të dali. Me shpresë të Zotit të na ndihmojë si qytet dhe si për flamurtarin. Unë mendoj që mbylljes Teuta të dali barazim edhe ajo do të luftë. Edhe Partizani të raj Tiranën. Edhe ne të fitojmë. Po vjen tek ajo që thash unë. Po. Formula e kampionatit shqiptar çik delikuar. Në këtë pikë që jemi tani, lozën me 7 skuadra. Se 3 nëse në përqind janë në faqen e play-offit. Vllaznia, Elbasani, Egnatja. Dhe Egnatja, po. Janë këte tipe që. Shko, gjëja që presoj me vëmendje që tha për super ndeshjen e Egnatja. Pritjet portierit, shtylla, 2 gola flamurtarit, okej, po kjo do vërtetoj ndeshje me Dinamon, që ishte rastësi apo prodhoi futboll flamurtari. Se ne kemi fituar dhe 0-1 në Rogozhin prap, po kemi lënë 30 pikë më mbrapa. Kështu që do vërtetoj në ndeshje me Dinamo, do e prodhojmë prapë të njëjtin futboll apo do jemi aty ku ishim më para. Pra dalin tek tema që ndeshja me Dinamo është shumë e rëndësishme, po kundërshtoi Elia në këtë mes tani. Po sepse dhe Dinamo Dinamo është kokë më kokë me Partizanin për vend 4. Si është diferenca Dinamos me Partizanin? Një pikë, po. Ne jemi 2 pikë nga treshja Vora, Tirana dhe Byli. 32 janë të treja. Kanë një ndeshje me një tjetër. Kush? Dinamo, jo. Dinamo jo. Dinamo Partizani jo. S'kan. Nuk kanë ato i shikojnë njëra tjetër në distancë. Të ndeshje minjas kanë. Ne nëse unë shpresoj që mos ndiqemi, që të shpëtojmë, por nëse nuk të shpëtojmë, ne di kush na ndeshkon. Ne deri tani Bylisin po sepse në fund do bën ekipet mëdha, do vjen te 38-a. Ma tregoj që kalendarin e Bylisit. Po, i kanë di kalendarin. Bylisi ka kalendarin. Bylisi me Teutën. Ndeshjen e parë. Vetën Shkodër. Që unë kjo e fitore e Bylisit. Jo. Nëse po që për efekt kalkulimi kam bërë tillë. Vllaznia Bylisi që është humbje e Bylisit, kanë pastaj Bylisi me Elbasanin, prap e kjo e fitore të Bylisit. Me Elbasanin? Po, në Bylis ka fituar, në fundit ka fituar. Ka fituar në fundit dhe po marrim të mirë qenë që Partizani, Vllaznia dhe Elbasani janë vetëm një pikë njëra tjetrën distancë dhe duan vendin e parë si Vllaznia si Elbasani dhe kanë përshtypjen që as Vllaznia as Elbasani nuk dolën pikë. Jo, në qoftë se do vazhdoj lufta përderisa Elbasani tregoi që është një ekip që ka pretendime për të kapë vendin e parë, sepse fitoi në Durrës, mendoj që nuk do ketë
po ta marrë kështu rotacion lojtarësh që të ruaj për Final Four-in për ato ndeshjet. Mendoj që do e luftoj fort vendin e parë. Sepse ajo që ndryshon si vjet në Final Four është përgjysmimi i pikëve dhe në bazë të vendit që ti zë, ke edhe vlerën financiare që përfiton. Diferenca duhet 3 pikë, pjesim për 2, një pikë e gjysmë. Ajo do të ndajnë. Merret kuota me vogël e pikëve, mos gaboj apo jo? Në klasifikim. Por ne kemi dhe një, se nuk e marrë vaqë pariden, ne të kishë fituar do të një ndeshje me Tiranën ose me Vorën. E di pse jo, ka një arsye tjetër. Se do bëjmë ullar skuadrat me 38 pikë, edhe ne nëse barazojmë me Tiranën dhe me Vorën, ne jemi të humbur, sepse janë ndeshje direkte. Që i kemi humbur dhe ne kemi vetëm Bylisin që e kemi mundur 3 me 0 në Vlorë dhe na i mundi 2-1 atje. Dhe prandaj duam që të paktën të jemi një pikë para. Dhe nga ato që kam bërë unë, duke futur pak të dëshirën brenda, duhen Teuta ngjelet me 40 pikë. Në rast më të mirë, Teuta 40 pikë. Tirana e kalon. E kam kthyer nga gjithë anët, Tirana shpëton. Tirana edhe Vora vetë. Të ndërpres pak? Po. Ja, e ke Tirana. Si shkon ti tavlan Tirana? Jo, s'ka asnjë, nuk e besoj. Më falë një sekundë. Po flasim Tirana. Po, e shkoj. Tirana ka 32 pikë, apo jo? Po 32 kanë gjitha. 32 Vora, Tirana dhe Ballsh. Po prit pra 32 pikë. I bie që Tirana duhet marri sipas logjikës që të shpëtoi duhet marri 8 pikë. Po. Edhe unë kam 8 pikë. 4 3 7. Më falë një sekondë. Po ke luan me Elbasani, luan me Vaznin, që janë të dyja që janë për vend të parë dhe nuk tolerojnë. Ke Teutën që është rrezikuar tashmë me hapi fallë që bëri. Ke edhe derbi me Partizani që ka treguar që Partizani e ka rrezuar nga kategoria. Dhe është derbi që mendoj unë që mund të jetë më i drejtë. Ose kundërta nuk vete Teuta 40 pikë. Dhe parashikimi tani nuk vete Teuta thua ti? Po e rau Tirana si mund vetë. Unë tori pa një kornisë. Teuta vete në Ballsh, Taulan dhe pastaj për Tiranën. Po pra, unë bet në Ballsh. Japin tabelën për Tiranën, po Rafi dhe Tirana s'ka se 40 pikë. Si mendoj unë, Teuta 40 pikë, Tirana 40 pikë, Vora 38, Bylisi 38, Flamurtari 39. Jemi pra për play-off për në kategorinë parë. Play-out, po. Dhe gjithmonë në qoftë se fitojmë me Durrësi. Po me 21 pikë si do vemi 32. Do me thënë me si do vemi. Me 29 duhet marrim 10 pikë vemi 32 si do marrim. Flamurtari fitojmë me Dinamo. Po. 3 pikë. Partizani Flamurtari 1 pikë. Po. 1 pikë. Flamurtari Teuta 3 pikë. Nëse nuk e marrin nuk ka kuptim. 3 pikë, 3 6, edhe 7. Në Shkodër me fjalë e nuk e dyshoj fare që fitore kështu me merit sepse tifozëria është me ne. Në Shkodër edhe ose diskutoj unë dyshimet i kam te Tirana dhe te Dinamo dhe te Partizani. Shumë e vështirë të marrësh pikë të dyjave. Jo, Dinamo do të harajmë. Unë kam bindje. Për mua shumë e vështirë. Partizani Dinamon me ndeshjen e fundit që barazoi tani 1-1. Nuk është se ishte në një Dinamo e jashtëzakonshme në një. Edhe Partizani shtopët. Shiko, Dinamo atë sot nuk është në një Dinamo kush e di. Po problemi është që nuk është dhe Flamurtari kush e di. Prandaj thash që ka bërë super ndeshje. Realisht unë ndeshje me Ignati nuk e kam ndjekur se kam djalin në futboll dhe kish ndeshje me Profesor Fation Malen, kish ndeshje në Lushnjë dhe jam fokusuar më shumë te ndeshja e djalit, por kam dëgjuar këto përmbledhjet e këto ka bërë super ndeshje. Prandaj thash që do shohim, do jetë ky Flamurtar prapë që është me Ignatian apo do vi prapë aty u ka qenë. Po, sepse e ka treguar që nuk e ka mbajtur një njëjtin ritëm. Nëse gaboj mund të më korrigjoj profesori Grizi. Shikuesve, do të them diçka tjetër që nuk e përmendëm. Ndeshja e fundit është kjo, po inshallah që mos të arrini, mos kenë forcë të dominojnë, që të jetë ezauruar më përpara. Ndeshja e fundit është Vora Bylis. S'është ndeshje. Ajo nuk është ndeshje. Ajo është mos të arrini ato me pikë që të ndodhin atje. Është interesi. Atje që mia të them diçka se profesor Bazi më treguar se nuk është ndeshje. Atë ndeshje fiton kujt duhen pikët. Ose u duhet na një të dyve? Jo, ose ajo do ta marr kush duan secili 3. Duan secili 3, dhe do ta marr kujt i duan. Kush ka më shumë shanse? Por kjo tregon që ne kishim rrugën e lehtë, dështuam, tani kemi rrugën e vështirë në përmajtë të thepisura edhe unë prapë shpresojmë, por është e vështirë. Unë kam shumë shpresë mbas ndeshjes që kam parë me Ignatian, një ekzekutim shumë i mirë. Dhe unë kam shumë shpresë dhe mendoj që
Flamurtari e kam thënë gjithmonë në çdo që Flamurtari ka ekip shumë mirë. Pavarësisht se ka pas problematika me trajnera, që sepse janë ndruar është Riba që tani është trajneri i tretë. Por që mendoj se Flamurtari ka një brumë lojtarësh dhe ka lojtarë goxha të mirë në dispozicion. Shko, ajo që na ka shqetësuar në gjithë sezonin është kemi parë një tjetër Flamurtar me ekipet pretendente. Ne kemi marrë 6 pikë Ignatias, i kemi marrë 6 pikë Vllaznis. Pra ekipe që kemi bërë hapa falls me ekipet vogla. Kemi bërë hapa falls me ekipet rivale drejt për së drejti. Jo, ekipet vogla qoftë në emër, qoftë në histori kundrejt Flamurtarit. Ka ardhur Vora ka marrë pikë në ditën më të zezë të saj. Vora. Ka marrë pikë këtu në Vlorë. Edhe mos them edhe në fund ka humbur rasti për të çuar 1-2. Ashtu dhe Tirana ndeshjen e parë ka humbur rast prapë për 1-2. Po sidomos Vora në ditën më të zezë ka marrë bazinë në Vlorë. Rivale si Tirana dhe Vora që kishim ne sot për jashtë Byllësin. Po. Me ato me Byllësin jemi në avantazh, Ilia. Po, se kemi ndeshjen e fazës para 3-3. Kemi dalë 3-3, kemi fituar 1-0, 3-0 dhe kemi humbur 2-1. Kemi fituar 3-0, kemi humbur 2-1. Jo, kemi dalë 3-3 fazën e parë. Kemi fituar 1-0 ndeshjen e dytë. 1 apo 3? 1. Sepse ndeshja e fazës së parë që duhet luajmë Vlorë është luajtur atje për shkak stadiumit dhe kemi dalë 3-3. Ndeshja e dytë është luajtur në Vlorë, kemi dalë 1-0. Ndeshja e tretë është luajtur pa tifoza, sepse ka ardhur pas asaj ndeshje dytë dhe kemi fituar 3-0. Ndeshjen e katërt kemi humbur 2-1. Pra kemi 2 fitore, një humbje dhe një barazim. Në rast barazimi po jemi ne paraballë. Po. Jemi paraballë. Problemin ne kemi me Vorrën dhe me Tiranën nëse dalë me pikë barabarta. Me çfarë verish kanë bërë Ilia, ne mendoj inshallah dhe uroj të gaboj që Flamurtari mos i çajë atë pikën në Ballsh, që ka lënë minutat e fundit me penalti. Po, ato janë ndeshje 6 pikëshe. Sepse do ishte 2 më pak Ballshi. Është vërtet Holland. Po, do ishte Ballshi 2 më pak, edhe një pikë për ne. Kështu që mendoj dhe shpresoj që por do arsyetojmë. Unë mendoj, unë dëshiroj që Flamurtari ti marri 12 pikë. Nuk e di kështu shpresoj. Unë kam dhënë 10. Unë mendoj të jap 12. Unë kam dhënë 10 edhe ja sa pikë. Toni të kundërshtoj Toni në një pikë. 6. E di pse të kundërshtoj me Dinamon duhet ta fitojmë? Po tjetër po. 3. Jo, po se fituam me Dinamo pastaj për mua tjetër. Unë them që për mua kjo është më e rëndësishme se sa tjetër. Gjithë 3 pikë. Për të arritur, më fal Ilia, për të arritur këtu te ndeshja e fundit, duhet marrim të. Dinamo, Teutën, morëm me Gnantjen, jo, duhet marrim të. Duhet marrim Dinamo. Po, Dinamo, Teutën dhe Vllaznin në fund. Dinamo është. Jo, kemi Dinamon, vemi Partizanin. Po, jo them që kemi pikët e mundshme. Se i vemi Partizanit atje. Po, kështu që kemi Dinamo, Teutën dhe Vllaznin që kemi pikët më të mundshme. Është një tregus tjetër. Sigurisht do bëjmë 3 fitore. Me fjalë 3 fitore me fjalë në këto 4 javë, nëse nuk arrim një barazim me ndeshjen e 4, prap na ikin kot. Ajo pika që tha pak bashkë para na shkon. Na duhet një pikë me ekipin e 4. Po patjetër, domethënë, nëse ne marrim 10 pikë, jemi me shpresa shumë të mëdha. Nëse marrim 12, unë mendoj që jemi me 12 pikë kanë mbaruar me 41. Me 12 jemi rrezikoj dursi pastaj me tjerë, me Tiranë. Por do vendoset te Flamurtari Teutën. Nuk vendoset, për mua vendoset Flamurtari Dinamo. Edhe unë them Flamurtari Dinamo. Edhe e kalojmë Flamurtari Dinamo. Sepse, shiko, unë mendoj kështu dhe shpresoj që të dali kështu siç unë kam dëshirë, sepse kemi 2 përballje që ke Tirana Partizani edhe Bylis Ceuta. Ceuta s'mund të lërë më pikë të javë. Ceuta si lejohen një hapfall si lejohen. Kemi 2 përballje që nëse ne dalim është 38, një fitore 41 e garanton. Ne kemi një përballje që është Tirana Partizani që do shikojmë si do dalë. Tirana Partizani kur luhet? Të dielën. Flamurtari ka të ëndër. Flamurtari ka të ëndër në orën 7, atë dim. Sepse luhet kupë. Dinamo ka kupën. Edhe ndeshjet e kupës unë them që do luajnë rol për kampionatin. Patjetër sepse janë të lodhur.
Për flamurtarin është i bonus. Jo vetëm më të lodhur, por edhe përcaktimi i Europës do bëj llogarit. Po nuk është puna aty Toni, absolutisht kjo që thua ti është shumë e vërtet, por që unë nuk dua të merrem fare çfarë përcakton dhe çfarë derësh apo ku di unë çfarë do bëj. Unë i referoj vetëm kësaj gjë, flamurtari ka një javë, trajneri ka një javë për ta përgatitur ndeshjen. Po, vërtet. Dhe unë, nga eksperienca që unë kam në drejtim, është që në momenti që një trajner ka një afat kohësh, një javë për të përgatitur një ndeshje, unë mendoj që ka më të thjeshtë sepse një trajner që ka ndeshje çdo 3 ditë. Vërtet, dakord. Mendoj që kjo do jetë favor për ne. Dakord. Qoftë gjendja fizike e Dinamos, sepse mos harrojmë jemi në fund kampionatit. Po. Dhe energjit janë naxhuar nga gjithë sportistët. Kështu që unë nuk kemi po flasim në sportista në nivel evropian, por që mendoj dhe shpresoj që flamurtarit të dominojnë Dinamo sepse urojmë që të ketë edhe në një karton apo në një dëmtim të mundshëm Dinamo që të ketë mangësi. Toni, është për të ardhur keq që ne bëjmë llogari për flamurtarin me ekipin tonë të zemrës, me krista e ekipet e tjera. Aty u thash, me ato investime që presidenti Idrizi që i ka dhënë si asnjëherë tjetër, edhe këta lojtar, me fjalë me përgjegjësi, ata janë shumë të mirë si ta baç. Si lojtar, unë i përgjegjës tek, por produktin nuk nxorr dhe janë ka përgjegjësi të madhe për opinionin sportiv lojtar. Të shpresojmë me Dinamo. Taulan, si dal flamurtari Dinamo? Një parashikim. Ore, me shpirtun e dua fitore. Ti e di sa tifoz jam i flamurtarit, po te barazimi jam. Ilja? Që ti jem realist. Unë me Dinamo them dalim 2-0. Bazë më kupes ata që në fillim fitojnë. Unë mendoj gjysmë me 0 duam. Jo një tamam, gjysmë me 0. Mendoj dhe shpresoj dhe uroj. Pastaj futbolli është. Unë kam bindje me Dinamo, nga deti, nga toka ose nga ajri, ne do fitojmë me Dinamo. Vetëm Teteuta pres, Teteuta. Aty ndat shapi nga sheqeri. Për ta mbyllur një pyetje me Ilian dhe me Taulanin bashk, jashtë futbollit, basketbolli femrave, flamurtari pret ekipin finalist mes Partizanit dhe Tiranës, janë 2-2. Në fundjavë ndoshta do të filloj të luajnë finalet. Unë me fjalë uroj që më mirë të na bie me Tiranën, se kemi rivalet të vjetër dhe atë e mundin pak më lehtë, se ja kemi marrë dorën, kemi eksperiencë. Kurse Partizani ndonjëherë bën surprizë, po unë besoj te vazhdat e Lona Merkës, edhe ekipin e ka forcuar, po do vinte mirë që aty të aktivizonte edhe këto ndonjë vajzë të re, me qëllim që sepse ato një ditë do ikin ato amerikanë që janë aty apo ajo nga Malizi dhe jam i sigurt që edhe këtë vit kupa do e ketë shpinën e saj në fronin në Vlorë. Tolan? Po, edhe me Tiranën do të doja. Me Tiranën kemi fituar, do me thënë është një ekip që ne kemi luajtur shpesh dhe jemi përshtatur me lojën. Besoj se me sukses edhe ekipit të flamurtarit në basketbol për femra. Baçi urojmë sukses të shtunën me Lezhën që të sjellësh trofeun e kategorisë 2 dhe pas sukses në kategorinë e parë. Patjetër që po. Dhe dua t'ju falenderoj juve që keni qëndruar në këtë mbrëmje të kësaj tëne së bashku këtu. Faleminderit. Baçi. Faleminderit Toni. Ilia, faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Të falenderoj dhe e këtë të hapur derën e emisionit. Sa të duash. Respekte. Faleminderit dhe juve nderuar teleshikues që keni qëndruar së bashku me ne në mbrëmjet e kësaj të hëne. Si gjithmonë, mos harroni transmetim ditën e martë në orën 15. Mirupafshim.